kryetarin e KMSH zotin Bujar Spahiu. Kjo festë pra vjen pas një muaj agjërimi. Sot pra Shfiter Barami, besimtarët musliman shqiptar, ashtu si në të gjithë botën, falen namazin në sheshin Skënderbej në Tiranë në drejtimin e kryetarit të KMSH-s Bujar Spahiu, pasi muaji agjërimi e sakrifica shpirtërore, besimtarët musliman ditën e sotme kremtojnë fesën e Shfiter Baramit, ku komuniteti musliman i Shqipërisë dhe besimtarët u mblodhen në sheshin Skënderbej. Edhe ajo dyfishimi është një gjë e madhe, por dhe do dyfishojmë si fillim. Dhe do të japim përgjigjet ligjore të premtes, gjumas, që punojësit të kenë të gjithë kohën e tyre për orajnë e faljes. Për orajnë e faljes. Pa dushim. Është realisht, është edhe mosdashme nevojshme që një orë na duhet në ditë gjatë kryes së këtij riti dhe pastaj prapë shpërndahen në punët e tyre kudo që jenë. Punojësit, rrotarët, kudo që janë, që kanë dëshirë, do ta kenë atë kohë të mjaftueshme të kryejnë shërbimet e tyre ndaj Zotit. Kështu që orari ligji do ndryshojë, duke marrë parasysh në mënyrë që njerëzit e premte është një ditë e veçantë për muslimanët. Ne vetëm një orë duam të fillojmë. Do ta keni atë orë pa asnjë diskutim. Cili do që dëshon të kryejë detyrën e tij si musliman, do të me dëshirë patjetër. Do të ketë të plot njësi. Dhe ne do të jetë nga rëndimet e para që do të bëjmë. E drejtoni plotësi, të drejtoj plotësi. S'po bëhet asgjë, vetëm po bëhet që duhet ishte pa. Dhe të rënduam.